na si xhallar për problemeve më të mëdha që i kemi me plesh është kur është i smund të Ramazan edhe i thot mjeku musliman se nuk ban ma gjëru se dëmtohesh në jot, problemin më të madh e kena si me e bind këtë muslimanin plak, këtë haxhin, mos me majtë Ramazan, mos ma gjenu. Pse do të në 40 vjet ku ma gjenu, 50 vjet ku ma gjenu. Smuj, e takova këtë Ramazan një haxhi në sabah, namaz sabahit, nisi me kajt. Nisi me kajt. Pse? Thot si ka me ka përciju në këtë Ramazan pa haxhoni. Haxhi po, doktorit ka thonë, ka pas ai sulm zemër. Nuk është punë e vogël. Mjeku i ka thonë ti duhesh mi pi hapat, kokrat, orari sen, duhesh nuk mundesh më haxhonu. Shikoni, dhimbje. Po jeton dhimbje pse s'mundet me kalu Ramazanin me haxhonim edhe pse ai ka arsye te Allahu dhul xhelal. Krahasoj e ket edhe atë tjetrin, i cili s'ka asnjë arsye. I fort si dib. Në nuk i mungon kur gjon edhe nuk e ka agjerimin me veti, nuk e man Ramazanin. Andaj tham se ai që mësohet në ibadet e shijon atë ibadetin edhe kënaqet edhe i duket pak. Ki tjetri që s'ja din vlerën i duket u lodhën valla gjatë. Edhe më njëherë nis edhe dje përmendëm do pësohet vullnetin. Taravi shkoj këtë ditë e para tashma nuk shkon.